Kosovë dhe jam aktivizuar drejt për drejt me njëherë në televizionin e Kohavizionit. Dhe aty pastaj kemi filluar nga e para. U ktheve për të qëndruar në Kosovë apo thjesht një eksperiencë e re? Jo, unë kisha ëndrrën që të kthena në Kosovë sepse kisha ikur pa dëshirën time. Sepse është një dallim kur ik njeriu me dëshirë dhe kur ik njeriu nëse detyrohet. Pra ne gjithë ishim detyruar të ikim. Po. Dhe pastaj fillova këtu, nga Kohavizioni kalova në radio televizionin e Dugazinit në Pej, dhe pas kësaj eksperiencë televizive ju ktheva si thonë shtet ndërtimit. Dhe u punësova në Bashkimin Evropian këtu në Prishtinë, dhe aty kam punuar si bashkëdrejtor për edukim dhe informim publik për 2 vite. Pra po bën fjalë për vitin 2001-2023 derisa ishin institucionet e pavarura duke u formuar. Nga kjo pjesë keni lënë prap Kosovën. Dhe kjo ka ardhur për shkak të krijimit të familjes apo jo? Po, pastaj krijova familje dhe e vlerësova që ndoshta është pak sepse isha prind i ri. Kushtet në atë kohë në Kosovë nuk është se kanë qenë edhe më të mirat apo siç janë tani. Po, atëre ka qenë pak... Apo dalë nga lufta me gjitha ato problemet e veta, është më se normale të ketë marrë dikush një vendim të tillë. Shumë e vërtet, pastaj së bashku me menuesen tim me Violetën, atëre vendosëm që të shkojmë prapë në Suedi, sepse lindi Marini lindi këtu, dhe u kthyem atje dhe sepse dhe ne ishim prind të ri, nuk dinin se si të veprojmë. Po. Dhe u kthyem atje, unë paralelisht vazhdoja që të punoj edhe në televizion, në media, por vazhdoja që të kontribuoja edhe në Kosovë, në mënyra të ndryshme. Derisa ardhi pavarësia. Derisa ardhi pavarësia dhe pikërisht këto dua të diskutoj këtë pjesë. Keni bërë pjesë edhe në këtë pikë historike, një pikë kthese për vendin tonë. Është një gjë që më bën shumë krenar, sepse unë erdha para pavarësisë së Kosovës dhe punova këtu, kam punuar në protokoll të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe kam qenë aty gjatë shpalljes së pavarësisë dhe pas shpalljes së pavarësisë. Dhe më të vërtet është një ndjenjë shumë e madhe sepse nga gjitha ato peripetit të cilat i kam kaluar unë, mu duk që tash kjo është ajo kurora e gjithë shkafit, sepse një ëndër e bërë realitet për gjithë shqiptarët, për gjithë ata që kanë luftu, për ne, për gjithë. Për gjithë, sepse më të vërtet kemi vuajtur shumë, kemi vuajtur me gjenerata, kemi vuajtur, më të vërtet nuk e di a ka vujt në një popull më shumë se sa ne. Dhe pastaj për të ardhur këtu dhe për të hapa kontributin tim modest në një lamit e caktuar dhe për të gjendur në këtë ambient rreth pavarësisë, më të vërtet jam shumë krenar. Çfarë ndodhi më pas? Gjatë gjithë kohës ke qenë poshtë lart, po e themi kështu në këtë gjuhën e popullit, duke bërë punë nga më të ndryshmet, por në një moment je fokusuar te dokumentaret dhe vazhdon të jesh pjesë të krijuarit pikërisht dokumentar të ndryshëm. Kryesisht me temat që prekin ndoshta tema sociale, por që lidhen me shqiptarët në përgjithësi. Unë më thot një herë një kolegë suedez, më thot vranin, thot filmat e tu, thot kanë bëjnë vetëm me shqiptarë, thot pse nuk bën filma dhe tjerë. Edhe unë i thash, ju, suedez të keni mjaft regjisor, thash, ju vazhdoni të punoni, thash për kombin e ju, thash, unë, thash... Përjap kontributin tim. Unë përjap kontributin tim, atë sa mundem në këtë lami. Dhe vazhdoja unë akoma edhe gjatë pasi që përfundoi pavarësia, procesi pavarësisë Kosovës, unë u ktheva prapë në Suedi dhe vazhdoja atje të punoja me produksionet të ndryshme italiane. Dhe 2016, kur Shqipëria u kualifikua në kampionatin evropian në Francë, atëherë së bashku me disa shokë të mi, sepse isha antari, edhe jam antari i flakti i kuqezive, vendosa ta bëj një film dokumentar për tifozin. Sepse sikur se thashun në filmin e kom studiuar, dhe ka shumë pak filma për tifoz të futbollit. Është një anglez, po është shumë i dhunshëm, kemi një italian, edhe ai është i dhunshëm sepse bëhet fjalë konfliktet mes policisë dhe tifozëve, dhe ky tifoz i on, i cili është një gjakovar me priardhje, jeton në Suedi, punon në policinë suedeze, ai është karakteri i tifozit. Një tifoz paqësor. Dhe, me vërtet është një film kogja interesant,
tani më historik, sepse 2016 Po. nuk kthehet më. Dhe aty vendosja që të merrem vetëm me filma dokumentar. Nga ai moment. Nga ai moment. Dhe nuk e ke lënë. Gjithmonë ke vazhduar dhe vazhdon që po themi që në qendër të këtyre dokumentarëve, të këtyre filmave dokumentar të jenë shqiptare, të jenë forma ndryshme të kulturave shqiptare. Po, ky është kontributi jem në këtë lami që unë mi adhuru Se kjo popullit. është më e mira në fund të ditës me kulturë sport, nifet se çfarë është një vend, nifet se kush është një vend. Kështu portretizohet dhe krijohet përshtypja më e mirë për një vend. Është shumë e vërtet sepse janë sportistët, janë këngëtarët, arti që na bën Kultura në neve përgjithësi, po. të njohur në botë. Dhe pastaj në këtë ECA-kën time aty kam vazhduar që të vazhdoj edhe me sport, me dokumentar të llojeve të ndryshme. Po. Përveç tifozit, cil dokumentar